Fejzo. Nuk e di pse trishtohem. Nuk e di pse trishtohem. Hej, dreq, pa dashjen time asistoj në një ceremoni ndarjeje, kur gjethja e lë shëndem së ëmës. Ndarja, si ceremoni mortore, kur mbi supet e tyre rënduar, lamtumira ri kalëruar. Nuk e di pse trishtohem, kur shoh lotët e saj të verdh dhe dhimbjen që vizatohet me të kuqërrëmtën e buhavitjes poshtë kapakve të syrit. Nuk e di pse trishtohem, hej dreq, gjethja e vendlindjes me ngjyrën e mallit, rivarur të shpirtim e pret të bjerë kur të tretem unë. Nuk e di pse trishtohem, hej dreq, me të merin që më zë, mos gjethja e dashurisë verdhe nga pritja, dhe me rrugët bie një ditë vjeshte. E nisa kështu promovimin e këtij libri për të krijuar një atmosferë poetike sa për ta ndezur. Ky është poeti Panajot Boli. Kjo është poezia që a shkruan me një ndjeshmëri poetike dhe njerëzore për te çdo imagjinate. Të tilla marrëdhënie empatike ndërtonai me subjektin për të cilin shkruan veçmas me natyrën, të cilës i ka dhënë frymë nga fryma e tij, shpirt nga shpirti i tij, ndjenjë nga ndjenjat e tij. Kaq e thellë dhe e madhe bet kjo lidhje Panajot natyrë, sa që më nuk është Panajoti ai që shkruan vjersha, është vjeshta që i shkruan Panajotit. Të nderuar pjesëmarrës në këtë aktivitet promovues, sot na bëri bashkë jo Panajoti, na bëri libri i tij i fundit me poezi, më shkruan vjeshta, botimi shtëpisë botuese Neraida, Jani Malos, një mik i kahershëm i krijuesve jonian dhe vetë një krijues i talentuar. Ju falenderoj për praninë tuaj, veçmas dua të falenderoj disa pjesëmarrës janë mes nesh për herë të parë, por jo të fundit. Falenderoj shkrimtarin Agron Çalliku, ky është zotria Agron Çalliku, kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Durrësit, i cili ndodhet për disa ditësh në qytetin tonë. Kur i fola për aktivitetin, u shpreh shumë i gatshëm për të marrë pjesë. Ja ku e kemi mes nesh. Faleminderit Agron. E nisa moderimin e këtij promovimi me një prej 106 poezive që ka libri prej 145 faqe për të krijuar një atmosferë poetike me aromë lirike, siç është e gjithë poezia e Panajotit. Për poezinë e tij jemi mbledhur shumë herë, se Panua është poet prodhimtar. Përsëri do mblidhemi në të tilla evente, mbasi është në zenit të frimit, të dashurisë dhe shkrimit. Janë përgatitur shumë poetë dhe poete që do flasin për poezinë e Panajotit për këtë libër. Dhe në poezinë e tij në tërësi, sa ajo e tëra e ka një bosh qendror prej së cilës nuk devijon. Bukur e ka përshkruar këtë i mirënjohuri dhe i talentuar i krijues në shumë fusha, miku i Thanas Dino, në parathënien tepër koncize, tepër të arrir, kur thot: poezia e Panajot Bolit mbetet poezia e natyrës, e vendlindjes, e fshatrave, kopshteve, ullishteve, agrumishteve, e pleqve të jetës, e hënës, e diellit, e ujit, e detrave. E falenderojmë Thanasin edhe për praninë e tij mes nesh. Poezinë e Panajotit nuk mund ta mendosh të mbyllur në fletë e librit, të librave. Ajo, si poezi e shkruar me shumë ngrohtësi zemre e shpirti, avullon nga fletë e librit, del prej tyre, bëhet fluide, dritë ruse, flutur ruse, bredharake, shëtit rrugicave të vendlindjes së tij, të Velahovës nga i cili është edhe Kristaqi, që është
ka ardhur sot si fshatar dhe si mik i Panajotit jo me detyrën që ka si nën prefekt i zonës dhe e falënderojmë. Shkon tek shtëpia e gjyshit të Panos, pa të cilën nuk mund ta imagjinosh poezinë e tij. Aty, tek ajo shtëpi, vatër ngrohtë, stërgjyshore, në prehrin e gjyshit, në velahovën e tij, e ka burimin e gjithë muza poetike e poetit, siç lumi i Bistricës ka burimin tek syri i kaltër Xhevdet. Pastaj, poezia e tij shëtit në çdo qosh shtëpie, në çdo gur, në çdo pllak obori, në çdo pemë, në çdo flet peme, u flet me gjuhën e heshtjes, të mallit, të nostalgjisë, ngre sy nga qielli i bukur me yje hën, bizeton me ta, deri sa këndezi i shtëpis nis këngën e parën e agimi nis bardëllimin. Atëherë, poezit si gjinit shkojnë në fletë të librit dhe bien të flënë bashkë me mendjen e shpirtin e poetit që i shoqëron nga do e kurdoherë. Kjo është poezia e poetit tonë, aedi të brigjeve të Bistricës, siç i kam thënë në promovimin e librit të parë të tij me poezi që lëvrin në faqet e këtij libri. Kjo lloj poezie që ai ka lëvruar me kaq dashuri e ngrohtësi, do të lëvrijë në mendjen e shpirtin e çdo lexuesi që do ta lexojë e depërtojë në të. Do miqësohet me të e lehtësisht, siç miqësohet me Panajotin, më lehtë se lehtësisht, mbasi ai ka një shpirt të pastër, të sinqert, të dashur, pejgamburon e gjithë krimtaria e tij. Urime miku im Panajot Boli. Shkurtimisht, kjo ishte fjala ime në hapjen e këtij takimi. Natasha Xhelili ka fjalën të thotë për vjeshtën në poezinë e Panajotit. Ashtu? Unë ja të qova të tërë printës. E ke aty? Të nderuar miq të librit dhe antar të klubit tonë letrar, mirëserdhët në këtë takim kushtuar poezisë. Sot kemi në duar një vëllim që nuk kërkon thjesht të lexosh, por të bashkëbisedosh me natyrën. Bëhet fjalë për librin Më shkruan vjeshta të poetit dhe mikut tonë Panajot Boli. Portreti i vjeshtës. Në letërsi vjeshta shpesh është parë si stina e ikjes, i gjeteve të thata dhe të shtimit të zymit. Por Panajot Boli vjeshta merr rol njerëzor. Ajo i shkruan letër poetit dhe ja ankohet me atërmbetje se ai e ka paragjykuar. Shumë bardhje kushtove për mua Më shkruan vjeshta, sistem melankolike, vendoshe, me lëndove me ca fjalë. Vjeshta ndihet e lënduar, se ne e quajmë të zymë. Për t'u arkmarrë me dashuri, ajo kthehet në një krush në mbrëmjet tona romantike. Autori shkrua: atë mbrëmje nuk e hodha me teorisë, por gjete si fluturat e kuqërenta që t'i bëjnë pagëzim. Megjithatë, si çdo poet lirik, Boli nuk e këndon melankolisë së hollë. Te poezia nuk e ditë se të shtohen, rënja e gjeteve kthehet në një ceremoni ndarje të dimshme, ku gjetet i lënë shëndetin nënës. Ngjyrat e vjeshtës këtu marrin kuptim filozofik të dhimbjes. Ngjyra e kuqëren nuk është thjesht estetik, por buhavitje nga lotët. Kur shoh lotët e tyre të verë, dhe vendjen që vizatohen me ngjyrën e kuqëren të buhavitjes. Dilemat e shpirtit. Nëse gërmojmë më thellë, kuptojmë se Panajot Boli nuk është thjesht piktori i qetë i peizazhit, pasi kaloi magjinë e ngjyrave në përplasim në dilemat e mëdha të shpirtit të tij. Autori përdor dendur pyetje retorike për të shpërfaqur anktin e pritjes, humbjen dhe pamundësinë për të matur ndjenjat njerëzore me mjetet e kësaj bote. Te poezia mat vetëm shpirti, autori kalon në një çorientim total para përmasës së dashurisë dhe kohës. Ai pyet i pa shpresë: me ç'lloj ore ka matur pritjen tënde? A krepa të çoroditën, lart e poshtë ende? Me ç'lloj barometri ta mat durimin tim? Shigjetat e tij fluturojnë. Ah, po çmende.
pyetje tregojnë dilemën e madhe të poetit. Bota materiale dhe aparatet e saj dështojnë para botës shpirtërore. Ndërsa te poezia ditari humbur, pyetja retorike kthehet në një thirrje nostalgjike për rinin dhe kohën që ikën e nuk kthehet më. Ku humbi ai ditari fshehur si Hajmali, që të ditë vjeshte me shi që më kujtua sot? Sirtaret e kujtesës hapen mbyll me rëmuj, ku dreqin e kam humbur dhe se gjejdot? Boli është një poet i përbukur me dyshimeve të forta nëse dashuria, rinia dhe kujtesa mund të mbijetojnë dot harresës dhe distancës. Dualiteti i dritës dhe errësirës. Ky tension shpirtëror reflektohet përmes luftës së heshtur midis dritës dhe errësirës. Shumica e skenave në poezinë e Bolit nuk ndodhin gjatë ditës, por në çastet e thyerjes, në muzikë ose në thellësinë e natës. Te Panajot Boli, nata merr shpesh një fytyrë të ashpër, gati armiqësore, që përpiqet të bllokojë dritën dhe shpirtin e poetit. Te poezia nuk më lë nata, gjejmë këtë metaforë të fuqishme. Nata nuk më lë të hap dritare, urdhëroi gardianët e re të burgosin yje, dhe hënën time të mirë me një perçe të zezë i mbylloi kryet. Përballë kësaj nate autoritare, drita shfaqet si shpëtimtare personifikuar përmes figurës së gruas së dashuruar ose një shpirti hyjnor. Autori kërkon që drita të shtyhet nga errësira, të shohë në horizont si shfaqje shtig, si ylber mes rreve të mundme, të shqyesh natën e ligë, e imja shënëri. Nëse nata është e rëndë, mbrëmja është çasti i parë i paqes. Se poezia dua të më përkund deti, errësira që po afron nuk e trem poetin, por e fton të meditoj duke i parë si figura të shenjtë. Mbrëmja pranë detit u qafua me heshtjen e vet. Dirërën e ftohtë si zot të mcake, u ulën ca yje. Dhe ca resi murq që po rrin natës së krye. Vëllimi poetik më shkruan vjeshta i autorit Panajot Boli pajson një kurrje me vlera të veçanta në lirikën bashkëkohore shqipe. Libri nuk është thjesht një përmbledhje poezish, por një ditar intim shpirtëror ku natyra, njeriu dhe kujtesat dhe erosi shkrihen në një të vetme. Panajot Boli në udhkryqjen e letërsisë kombëtare dhe botërore. Për të kuptuar peshën reale dhe vendin që zë këtë vëllim në lirikën tonë, na vlen të vendosim krijimtarinë e Panajot Bolit në një pasaport krahasuese me autorë të tjerë të mëdhenj. Stili i tij qëndron me unitet midis dy botëve kulturore. Për sa i përket tokësisë dhe sinqeritetit organik të bardhut, Boli ka një ngjashmëri të madhe me Dritëro Agodhin. Saktësisht si Agodhi, ai shkruan një poezi të pastër, shumë komunikuese, ku fshati, plejt, lind dhe natyra lokale marrin vlerën simbolike të qëndresës. Nga ana tjetër, si një autor aktiv i letërsisë bilingue, ai na kujton dritën dhe peizazhin e thellë mesdhetar të poetit të madh grek Yanis Ritsos. Ashtu si Ritsosi, që kthente gurët, lekë dhe sendet të thjeshta në mite, edhe Boli fut në rajdat në sallonet e detit dhe ulet në rër me murq e yje. E në fund, kjo qasje ku natyra vranësohet me rjetë njerëzore dhe ku detajet e vogla të peizazhit shprehin lidhje ekzistenciale e afron atë ndjeshëm me poetin italian Giovanni Pascoli. Boli ka thjeshtësinë e Argollit, dritën e Ritsosit dhe melankolin vizuale të Pascolit, duke krijuar një zë krejtësisht origjinal të letërsisë tonë. Faleminderit Panajot për librin e tij. I nderuar Thanas, urdhro. Ke bërë parathënien e keqar, ne kemi përmiq dopsi. Vëndallijet e ti po edhe. Si vënë as të ftuar. Shumica nga ne brezit tonë, unë sa më shumë se ju të tjerët, se isha në gazetën më politike, kemi punuar në atë sistem në shtypin e angazhuar, në shtypin propagandë. Edhe u duk si kur do vinde koha e lirisë dhe shtypit të lirë, do ta kishim të vështirë. Të lutem pak më larë se studio. Duket Se s'kemi që do në duke sigur do ta në Jepi kohën e çik lirisë zë. së demokracisë do ta kishim të vështirë. Me këtë, dëgjohet me këtë? Jo, ajo është për atë që
por gjendja tregoi të kundërtën, që shumica e shokëve tanë, jo vetëm që ruajtën atë vijimësi, por kaluan në letërsi të vërtetë. Për shembull, Koço Kosta ishte një nga gazetarët e njohur të asaj kohe. Të gjithë kanë botuar libra këta, edhe ne të tjerët kemi botuar. Domethënë, nuk ishim aksidentalisht të zgjedhur politikisht në atë gazetari, por ishim njerëz që kishim lidhje me letërsinë, gjë që dëshmon edhe kjo kohë që ishte një kapërcim jo i thjesht për të gjithë njerëzit, dhe për të gjithë popullin bile, se ndrimi i regjimeve ndodh një herë në histori. Pak breza e shohin kalimin në një regjimi te tjetri. Tani Lushi, një Serian, ky poeti gazetarist, më tha dje, ore juve, ca nga ju nuk na lini të marrim frim, tha. Se botoni libra ka shumë, ne nuk arrim të lexojmë dhe ju botoni, si është kjo punë. Edhe Panajoti na ka mbledhur shumë herë në Mesopotam, në Livadhia, këtu në Saran, në Delvin, edhe me radhë, po ne vim me kënaqësi të madhe, sepse Panajoti jo vetëm është një poet i mirë, shumë bio, natyral, por është një nga njerëzit më të mirë me shpirtin e madh, se shumë herë njerëzit që krijojnë letërsinë ose krijimtaritë të tjera kanë disa vese dhe disa çmira të vogla që shoqërojnë zilinë e të tjera, egoizmin. Panajoti ishte i veshur për kësaj dhe është një motiv që na afron edhe më shumë. Kjo tregon, ky botimi ritmik që bën, ai tregon se Panajoti bën një jetë të frymëzuar. Është shumë e zgjedhur për poetin të jetë gjithmonë në gjendje pune, gjithmonë i ngarkuar emocionalisht. Kjo vjen sepse është frymëzimi i vjen nga vendi i tënd, nga vendi i tij. Ai jeton me këtë, sepse dhe poeti nuk duhet të lodhet kur së ngopurit dhe të ngopet me vendin e tij. Panajoti jeton me natyrën, është shumë natyral dhe i natyrshëm vetë, për shembull dhe bisedon me të. Një pjesë e librave të tij e ka shfaqur këtë titull, për shembull, Pyeta syrin e kalkut. Më tha vjesha ose më shkruan vjesha, edhe disa titull të tjerë të cilët janë kështu. Një mendim tjetër që kam. Ne Panajoti vetë, edhe unë, edhe të tjerë një pjesë nga ne jetojmë në vende të ngushta. Vendet e ngushta ndonjëherë janë hapësirat e vogla, krijojnë vështirësi në artën e letërsi. Ne nuk kemi si Tolstoi dhe Sholhovi në stepat e pafundta, nuk e krahasoj veten me ta, se ata janë genial, po them si gjendje gjeografike. Ose nuk kemi si Faulkneri, ose Marquesi që kalojnë hekurudha në brenda plantacioneve të bananeve dhe të kafes, dhe hapësira të mëdha që të japin letërsi të madhe. Duke sikur vendet e ngushta janë si një napa që pikon pak, por kjo letërsi që kemi nxjerrë ne, që të paktën është e pranueshme, është e lexueshme, mund mos jetë shumë cilësore e krahasueshme me të tjerë, por është e lexueshme dhe mbetet. Kjo vjen sepse shokët tanë, ne të gjithë e livrojmë thellë këtë gjë, bëjmë një plugim të mirë, ose shfrytëzojmë lartësinë dhe dëmturinë siç do për shembull me letërsinë që shkruhet për Gjirokastër. Një pyetje tjetër që mund të bëhet është, a mund të na bëj kjo letërsi provincial pak neve? Unë mendoj se nuk duhet të kemi frikë për kësaj gjëje. Nuk duhet të kemi. Amerikanët kanë një fjalë, që thonë, politika dhe kultura vendore, japin shumë rëndësi politikës dhe kulturës vendore. Lazgus Porodlesi, për shembull, është një njeri që ka punuar në një horizont të ngushtë, në një vend të ngushtë. Është liqeri, Porodlesi, mali i thatë. Megjithatë, shikoni poezi që ka dhënë. Frim veriu në malë të thatë, për shembull, ose ju që niseni për lule shokja moj të mi i zarë. Fluturoi dhe shtërgoj fundit madhështor me shpirt të gjerë. Kroi fshati tonë dhe të tjerë, 8 sylinjarë. Këto janë lirika që mund të futen në çdo antologji botërore, jo vetëm ballkanike dhe europiane botërore. Pra, një gjol i vogël, siç i thonë një pjesë e njerëzve të qenit, ka dhënë këtë letërsi të madhe. Nuk duhet të tërmemi nga hapësirat, dhe ne duhet të jemi të çliruar shpirtërisë ndonjëherë në emocione, ama se ne s'na ka njerëz në mendje femine se eksilibri rrallë boton korrete. Jo, ma nuk kështu i them unë bujarit, sepse në rreth e ka disa vlera që kur i shihni ju të habiteni pasaj. Do të rikujtoj edhe një herë temën e Mazdeut që ka merak vetë, që është në punën e jonë e përbashkët. Një nga pasuritë e mëdha që ka Shqipëria është që ne jemi i vend mesdhetar. Dhe Saranda dhe Borçi e këto bregu i detit është tropiku tonë. Është detyra tonë që ta pasqyrojmë sa më shumë të një ditë tjetër,
Panajoti ka shumë përvojë si gazetar dhe publicistik dhe ka shkruar dhe prozë. Unë mendoj që ne duhet të pasurojmë akoma më shumë, të shtojmë më shumë dokumentarin me shënimet për vendin tonë. Ku ikën një brez i vjetër, ne po ofrojmë te 80 vetë neve. Po që flas jam 77 sot, jemi te pleqeria, një pjesë na ditë të vdekur. Po ikin një pjesë që nuk do kthehet më një brez njerëzor. Atë duhet ta marrim deri në fund. Sepse kohën e bejlerëve të vurgur, kohën e luftës, nuk ka njerëz që ta tregojnë. Ne kemi lindur gjithë pas luftës, jetojmë sot, pak partizan mbeten. Po ata që mbeten dhe ato gratë që jetojnë dhe plakat, duke qenë një sunduku i kujtesës, duhet të shfrytëzojnë sa më shumë. Do ta uroj edhe një herë këtë poet që është i pari kur takon kur zbret ose në gjithë muzinën, ose kur ndjek Bistricën për veprimtarin e tij, kaq origjinale dhe kaq njerëzore, gjë që është një vlerë që shtohet si vlerësimeve të tjera që merr poezia. Faleminderit. Agron, si miku më i ngushtë i Panajotit. Ju uroj Panajotit shumë suksese dhe vepra sa më të mira pano. Lirika jote është aq e pranueshme brenda botës shpirtërore sepse del nga shpirti, buron nga shpirti dhe ushqen shpirtin. Përveç se këtyre fjalëve s'kam ç'të them më sepse koha është flori për të tërë. Urime. Panajot Zotu ai ka fjalën. Patjetër, dy bilet. Dhe jam dakord me gjithë të fjalë që thanë shokët. Unë analizën do ta bëjnë çik më. Lexoje, tamam. Me zë të forta, ma të Duke dëgjoj. folur për vëllimin në tërësi në fakt. Kur mbaron se lexuar e vëllimin poetik më shkruan vjeshta të poetit Panajot Boli, të mbeten në mend veç të tjerave vargje dhe fjalët që e mbajnë atë të lidhur ngushtë me natyrën në 4 stilnet e vitit, dhe dashuria si një ndjenjë e paveçuar prej tyre. Ethe ndryshe, Panajot Boli është poet i natyrës, në shumë dimensionalitetin e saj, i malit, i lumit, liqenit, bimësisë dhe detit, i hënës dhe diellit. Në poezitë e këtij vëllimi lexuesi e shikon autorin në rrugën mes malit, për në cilit mbështetet fshatë e tij, për gjatë lugvinës së lumit Bistris, në bisedë me lulet dhe gjelbërimin dhe në zbritje në detin Kalterosh, ku takohet me nerejadat bukuroshe. Libri i jep lexuesit të kuptojë stilin e dëshirat e autorit, kujt i drejtohet dhe cilat janë ëndrat, dashuritë dhe bota krijuese e tij. Poezia më shkruan vjeshta është si një paradhom, ku qëndron muza nga ku marrin udhë vargjet që burojnë nga shpirti lirik i autorit. Vëllimet poetike ndryshojnë nga njëri tjetri, për nga tematika, idet dhe të konceptuarit si një tërësi apo jo si një tërësi. Pyetje se nëse vëllimi i poetik më shkruan vjeshta ka bosh tematik dhe ideor, që i bashkon poezitë e tij dhe a duket vëllimi i konceptuar si një tërësi apo si një grumull poezisht të veçanta, shku do t'i përgjigjesha. Kemi të bëjmë me një vëllim poetik që ka një bosh tematik dhe ideor të qartë që i bashkon poezitë. Vëllimi është konceptuar si një tërësi dhe poezitë duken si një vazhdim i njëra tjetrës, të para nga autori në këndvështrime të ndryshme. Për ta konkretizuar këtë konstatim, le t'i referojmë disa titujve për të parë se si ato interferojnë tek njëra tjetra në ngjashmëri tematike, në ecje si në pambarimësi. Për shembull, më shkruan vjeshta, në këto ditë që nuk ankohen, po, nuk e di pse trishtohen, mbase që dua të më përkundeti, kujtoj dikur një dashuri, në këtë ditar të humbur, që matë vetëm shpirti, nuk më le nata, e deti më përkund, dhe teksa numëroj petalet e të ndafirit pyes Bistricën, pse Pierre Gullau Cruz dhe pse hëna vonua të dalë në fshat, dhe ndërsa vjeshta nxiton,
unë kam kohë për të ndëruar në të mod që mban aron vjeshte dhe kur qyteti laget nga shiu, e të tjera mund të rendisim. Së dyti, temat dhe motivet kryesore. Dashuria për vendlindjen, për natyrën, kujtesa dhe fëminia, malli dhe shpresa janë temat kryesore, ndërka që motivet në poezinë e tij janë vjeshta dhe stinët, pranvera me lulet e detit, dashuria për profesionin e mësuesit dhe malli për nxënësit. Vota poetike e autorit. Ai e sheh njeriun të lidhur me natyrën dhe gjallësat, me bimët, lulet, malin, lumin dhe detin pjesë e jetës. Ndjenjat që dominojnë shpirtin krijues të tij janë dashuria, sinqeriteti poetik, malli për të ikurit nga jeta dhe kohën e shkuar, pasioni për natyrën dhe ndërthurjen e saj me gjithësinë, yjet, ënën dhe diellin e jetëdhënës. Uni lirik i autorit. Poezitë e këtij vëllimi dallohen nga uni lirik. Në to flet autori, është zëri i tij lirik që ndryshon nga një poezi në tjetrin. Do të ndalem në një karakteristikë që përbën veçanti krijuese të autorit dhe shprehet qartë në unin e tij lirik. Në poezitë dua të më përpun deti, më buzëqeshje ti, xheloz bëhem me valet dhe të isha. Këtu në këto poezi dallojnë pasionin dhe lidhjen e autorit me një figurë mitike, me Rejadat, që në mitologjinë e lashtë konsiderohen minfa detare, bijat e Nereut, plakut të detit dhe të Darisit. Ndërkaq, poeti në poezinë e tij i shikon Nereadat në kuptimin simbolik të lidhura me detin dhe fuqinë e tij, me bukurinë dhe hirin femëror. Në përgjithësi në letërsi, edhe në këtë rast në poezinë e Panoit Bolit, Nereadat përdoren si figura metaforike, si një grua jashtëzakonisht e bukur, misterioz e lidhur me detin. Në një libër poetik ka disa poezi që qëndrojnë si kolona mbajtëse, kështu ndodhe me këtë vëllim. Mjafton të analizosh disa prej tyre që të mbrish në përfundimin të vlerësimit në vlerat artistike dhe estetike të vëllimit. Poezia dua të më përpun deti është ndër më të bukurat për mendimin tim një kolonë mbajtëse e gjithë veprës. Së pari, në këtë poezi kemi një përdorim mjaft të bukur të figurës mitologjike dhe e veçanta një modernizim të saj. Nereadat nuk janë më minfa mitologjike në vargjet. Mos ta lexoj të gjithë se së fundit, gjuha poetike, figurat dhe simbolet. Gjuha që përdor autori është e thjeshtë, konkrete dhe në tërsinë e poezive metaforike. Shpesh përdor fjalë apo shprehje që përsëriten dhe që marrin një funksion simbolik. Ndërkaq figuracioni është ajo që dominon poezitë e këtij vëllimi. Ku vështrimi poetik i autorit është imprest dhe zhbirus. Ai shikon me imtësi në mjedisin që rrethon, në shiun që bie, në erën që fryn, në lulet që çelin dhe në gjethet që vyshken, në sytë e gjyshit dhe ahet e nënës, në mimikën e fëmijëve dhe në grin e detit. Shikon atë që një sy i zakonshëm nuk e dallon dot. Autori shikon misteret e perëndimit dhe të agut mëngjesor, të detit e të lumit dhe na sjell në poezinë e tij vargje estetikisht mbreslënse të veshura me vellon poetike të metaforës, simbolit, krahasimit, personifikimit e të tjera. Poeti bisedon me natyrën, jeton me të, keqartet, për gjethet që bien në vjesht dhe lumturohet për lulet që çelin pranver. Në poezinë nxiton vjeshta, autori thot: kur reja nxiton në horizont e ngrica than mëngjeset, lulet e brishta të mbajnë gjoks, ta ngroh me frym. Ndërsa në poezinë ti e dielli shkruan: ky topi zjarrt më vuri në mendime qysh fëmijë, si lodër, seç mu duk kur më doli përpara, tani harrohem shpesh në vezullimin e tij magjepsës dhe me rrezet e tij pleks gërsheta ëndrash të marra. Ndërsa në poezinë dua buzëqeshin tënde, vargjet metaforike të japin kënaqësi estetike të veçantë. Fyje të shtrenjta dhe dritë i kërkova Ilberit dhe u qasa luginës tinës në një kënd, diellin luta për një gjilpër të florintë të që nis këngën në portretin tënd. Një figurë stilistike e përdorur gjerësisht nga autori është personifikimi. Në shumë poezi, sendeve ose kafshëve ai u vesh tiparet e njeriut. Ato mendojnë, veprojnë e flasin me autorin. Hëna i buzëqesh, dielli e shikon, deti e thret, bistrica e fton e të tjera.
Po ashtu edhe thënit, lumi im, dritarja ime, malli im, muzgu im janë lëndë të kësaj figure stilistike. Në poezinë dua të më përfundeti që analizuam më lart edhe deti është i personifikuar. Thot autori, deti im po ndihen mornica nga freskia e vjeshës, me një çarçaf gri të mëndashtë supet ka mbuluar. Këtu deti paraqitet si një qenie njerëzore që ndjen mornica dhe mbulohet me çarçaf. Krijohet kështu një sistem i tërë personifikimesh, nga një anë deti që ndjen dhe mbulohet, dhe në anën tjetër leriadat që lodhen, pushojnë, pinë verë, sodisin qytetin, dhe poeti që dëshiron të bashkohet atyre. Kjo e përbën peizazhin detar të duket si një botë njerëzore e gjallë. Panohet Boli mund të konsiderohet një poet simbolist. Në shumë prej lirikave të këtij libri, poeti i natyrës, stinëve dhe dashurisë, Panohet Boli futet në thellësi të nënvetëdijes, duke zbuluar një botë me imazhe dhe përjetime emocionale. Veçanta në poezinë e tij është ndërtimi i strofës dhe vargut. Dominojnë vargjet shumë rrokshe, sidomos 18-20 rrokshe, me rim të kryqëzuar që nuk humbasin ritmin brenda strofës. Edhe një urime Panajot. Më shumë se fjalët flasin poezit. Natasha do recitoj një poezi të Panajotit. Mirë, unë zgjodha poezinë, numëroj petalet e trëndafilit. Jepi pak fort të mbytim ata se na mbytim. I kam thënë edhe Panajotit që mua poezit që shkruan Panajotit kështu me varg të lirë më pëlqejnë shumë. Nuk u heq vlerën edhe të tjerave sigurisht. Se si më erdhi këtë mbrëmje, duke parë hënën, të numëroj fletët e trëndafilit. Një petal i kuq, niste jehon tiktaku në zemër. 2 petale të kuqe, nisni notën e dytë të valsit të dashurisë. Se si më erdhi këtë mbrëmje duke parë hënën, të numëroj petalet e trëndafilit. Një petal i kuq, një dallg ngrinte në det. 2 petale të kuqe, nisni pushtimin e bregut të lumturisë. Se si më erdhi këtë mbrëmje duke parë hënën, të numëroj petalet e trëndafilit. 10 petale të kuqe, si zoj çuçurisni mbi kaçurrela, 100 petale të kuqe, një ullsi e tërë varur te gusha jote. Se si më erdhi këtë mbrëmje duke parë hënën, të numëroj fletët e trëndafilit, si grup lab iso mbajnë, do marr kaz me lopat, do shkoj t'i zbuloj varë, të shikoj ç'nuri ka rënë, nuri kuqa, nuri barë. Se si më erdhi këtë mbrëmje duke parë hënën, të numëroj petalet e trëndafilit, si luledele t'i shkull, të gjej burimin e ngjyrës flak, gjeta shpirtin tënd, që shpërthente e buiste në ekstaz. Shumë e bukur Panajot. Bravo. Koqo, si të erdi, pa njerë, se vëje që të incizojnë. Une nuk kam për të thënë gjë për librin, pasi nuk e njoh. Shtyhem nga një mesazh që më ka dërguar Pol Milo dhe Fatmir Minguli. Më thonë, urime shumë Panajotit dhe në mënyrë të veçantë e Kuran Halili. I thash, do t'i them. Përsa i përket Panajotit, unë Panajotin e njoh shumë herët. Ishte një djalë që vinin nga Mesopotami, Bistrica, mbi një autobus e venin në shkollë në Delvin. Panajoti krahas librave mbante një fletor ku shkruante poezit, edhe isha dhe unë sa kohë atje gazetar një 25 vjet, mi binte dhe e botonim, ky është Panajoti. Unë mendoj se ka ardhur koha që mos të analizojmë thjesht këtë libër të Panajotit, por që dha Panajoti në këtë libër më shumë nga e para, ka ikur Panajoti nga kryus, thjesht kryus. Tjetër, si i shpirtëzon, si të them fenomene, dukurit e natyrës, deti në shlidhje ka, si e ndërton metaforën Panajoti, dhe në mënyrë veçantë lidhja e figuracionit artistik të Panajotit me atë çka vjen nga rrënja, nga krijimi, nga populli. Panajot, urime dhe gjithë të mirat. Poeti Ibrahim Gjigani, miku i Panajotit e ka fjalën.
Si të kesh jep, po. Jep janë qik, vë janë qik këtë... Ullur, ta lexosh, vetëm lexojnë qik fort. Ta mbytim zërat e tjerë. Vendosin. Kapën emocionet. Për mësusin, poetin dhe publicistin Panajot Boli kanë shkruar të tjerët. Po them dhe unë ca mendime e fjalë modeste se e meriton miku ynë Panajot, që e kemi prej vitesh dhe nën krijetar të krijuesve jonian. Panajoti vjen në letërsi në artin e të shkruarit, sidomos në poezi, nga përvoja e gjatë në gazetari dhe estetikën e krijimit letrar. Ndijm për të është profesioni mësuesisë, nga një shkollë e krahin në tjetër. Botimi i cikleve me poezinë për faqet e shtipit letrar, të viteve të gjata të krijimtarisë së tij. Përvoja e gjatë e të shkruarit poezi në përshtatje me kohën. Gjetjet poetike, kudoherë, ato që ngjallin emocione e interes e kanë bërë Panajotin të lexueshëm e të pëlqishëm. Panajoti shquhet si një krijues pasionant, i vullnetshëm, i palodhur, që mendohet her pas here që përmbledhit e të botoj krijimet e tij në libra poetik, që nuk janë pak, por rreth 12 libra. Libri me poezi më shkruan vjeshta që promovojmë sot, është një prej arritjet krijuese më cilësore të autorit në vazhdën e librave të botuar në vite në poezi. Panajoti është një krijues i veçantë, i dallueshëm nga të tjerët. Ka stilin e vet dhe përshtatjen krijuese të të shkruarit. Ai mbështetet në stilin krijues të disa poetëve me emër të poezisë shqiptare, si Cama, Papleka, Vishka, Ruka e të tjerë. Por stili i tij është më modernist, me figura letrare e gjetje artistike të veçanta të zbuluara në trashëgiminë kulturore të zonës e trevave ku ka njohje dhe bën jetën e përditshme. Poezitë e Panos ka realitete njerëzish, përjetime, motivime që e bëjnë krijuesin të ndalet e me stilin e artin e tij të derdhin në çdo poezi, talentin e tij të veçantë, duke të hequr çdo lexues e dashamirës në leximin e tyre. Poezitë e Panos janë gjithmonë të lexueshme dhe dëshirueshme, thot poeti Hekurana Lili. Pra poezitë e Panos nuk lindin nga azia, nga absurdja, nuk janë frymëzime çastesh. Ato rrajnë mendime, shtjellojnë figura, në tema të rëndësishme, kanë ide e kulturë fjalësh, të thëna bukur poetikisht mirë. Nereidat e mira më marrin në krah të tyre, atëhere i hakrem hijes, çdo pasmeje e tij. Në valë shkallëtërsie më ftojnë të bukurat e detit, dhe hija fantazëm më zgurdullon ata sy. Panajoti është i thellë në mendime, por ka art në të shkruar. Çdo varg në poezinë e tij është i gdhendur, i skalitur. Në poezitë e Panajotit nuk ka brum vargu të tepër, por çdo varg është rrahur në kudrën e krijimit, në mënyrën mjeshtrore, është formuar në stilin dallues të veçantë, si dhe është zbukuruar me figura të gjetura të mendjes së dorës së usta Panajotit. Dora dhe mendja e Panajotit nuk hesht, nuk dalet së shkruari dhe botuari. Fakti që Panajoti gati çdo vit del me botim të ri e thot këtë më së miri. Panajoti është soditës i vëndeve të vendlindjes, ati gjen detajet artistike për shkruar e ndërtuar çdo poezi, thot me vargje. Ati u lind djersin vaj, limonët driçojnë si llamba bistrice. Panajoti bizeton me natyrën, e pyet dhe përgjigjet. Nuk bën gjë tjetër veç se pikturon, duke i dhënë nga stili dhe arti i vetë shkruarit. Edhe pak se mbarova. Lexojmë 4 vargje të poezisë. Pjergulla u krus. Në dritaren e shtëpisë së Xhanus Tretit, Borziloku u tha: portokalli para varandës, kokullu rri, pikë vrer. Edhe tavolina u thinj. Pjergulla u krus nga pritja. Mos kthehet do një nga djemt të shoh plakun dhe një herë. Dhimbja e poetit për gjendjen e mjerushit njerëzve natyrës së fshatit. Emigracioni, kjo plagë e shoqërisë shqiptare, e bën poetin të ndjejë dhimbje dhe të shprehim në vargje. Vargjet paraqesin plakun e vetmuar në ambientet e shtëpisë, ku sendet pemët
me zi mbahen në këmbë, se duan dorën e njeriu të kujdeset e të lulëzoj. Plaku rri me shpresën e gjatë, mos kthehet do një nga djemt, të shikojnë dhe njëherë njëri tjetër në sy. Dhimbja e plakut është dhe dhimbja e poetit, ku shpirti rënkon e shfrin bashkë me hallet e jetës sa një mal. Kur vargjet e strofat pleksen me natyrën dhe gjithçka të bukur, nga vëndi dhe vendlindja e bëjnë më të ndjeshme, më të gjallë dhe poezinë, i japin asaj originalitet dhe veçori dalluese. Dhe shprehet poeti: vërtet gjysh, sonde do të bjerë kaq shumë borë, dhe unë të shoh në xhama mira flutura, duke shoqëruar borbardhën time aq të ndryshme. Ose e ke lexuar librin? Na zgjonin herët në mëngjes nëna tona, të blidhnim në lëkuqe buz arës në fshat, të blinim na thonin librat, të blinim neve na thonin libra dhe i këmish, e për motën një bizylik të bukur e dhurat. Kjo është një nga dashuritë dhe porositë e nënës, si të sillesh e të edukoshim me dashuri për punën e sjelljen. Panajot Boli është një poet që meriton përgëzime për krijimet dhe botimet e tij, sidomos në poezi. Është deri dhe krenaria e krijuesve jonian. Unë admiroj dhe respektoj pamas mësuesin, publicistin dhe poetin Panajot Boli, thot një mesazh romancieri Thanas Dino, që e kemi këtu, përdor fjalët e tij. Panajoti i rritur, i shkolluar për mësuesin, përdor njësoj të dyja gjuhët, greqishten dhe shqipen. Ushqehet nga dy rrënjë kultura bashkëjetojnë së bashku. Jep mesazhe njerëzore për të gjithë, pavarësisht nga etnia, feja dhe kultura. Është një nga autorët më aktiv të letërsisë dëgjuese. Poezia e tij është e thjeshtë, pa ndërlëkime, stilizime, e natyrshme me vargjizim të ëmbël mjeshtror. Prandaj lexohet e komentohet poezia e Panajotit. I urojmë suksese krijuesit Panajot Boli me librin e tij Më shkruan vjeshta. Suksese. Goja, braq. Panajot. Agroni, miku jon, dëshiron të thot dy fjalë. E këtë. Ja. Edi, ke përgatitur në? Ju përshëndes gjithëve. Faleminderit zoti Ekuron që më bëre pjesë Nderi jon. e kësaj dite të feste. Faleminderit edhe që na mlodhi poeti Panajot Boli. Panajot Boli që promovon edhe librin e tij të 6, më duket? Të 12. Që ka 2 fish. Suksese. Është kënaqësi e vërtet që në këtë sarandën e bukur që unë e quaj një Shqipërinë e quaj një kuror, po ajo kurora ka një diamant që quhet Sarand. Një diamant ka, Sarand. me emrin Sarand. Unë pushimet e mia po i bëj këtu në Sarand dhe kam kënaqësinë të njoh edhe lektrar të bashkëbizetoj siç kemi bërë edhe me zotin Ekuron. Dhe 2 fjalë për librin. E hodha një vështrim shpejt në këta minuta që kishim këtu dhe tek ky libër gjej fabulën, gjej metaforën, gjej shpirtin njerëzor që i këndon çdo i këndon natyrës, i këndon njerëzve. Dhe i këndon bukur, Unë kam thyer disa poezi që i lexova shumë në këtë kohë, po dikur ajo dashuri. Më trembi ëndrën në një qyqe pranë dritares time, tek po lumturohesha me sputhjes me dashurinë. Sytë stërmëdhej të natës indiferente më ndiqnin, kur unë shalova kalin e mallin pa e marrë aratin. Poeti këtu dhe në çdo poezi që unë kam lexuar, shkrin botën e tij dhe ja hedh lexuesit për t'u kënaqur, jo për ta lexuar, për t'u ndjerë mirë dhe për të gjetë vetveten. Unë gjeta në çdo poezi që lexova, më duk sikur edhe unë jam pjesë e asaj poezie. Kjo e bën poetin sa të dashur, sa të arrir në vargjet e tij,
me një varg të thjesht, me fjalë të shkruara pastër në gjuhën shqipe, me gjetje të fjalësh të krahinës, të zonës dhe të oazit ku ka jetuar. Ai hedh sobza mendimesh aq bukur sa që ka shtruar një lëndim të madhe që unë gjej veten dhe shpresoj që çdo njeri që do ta lexojë këtë libër do të kënaqet me vargjet që gjen aty. Ka shumë poezi që unë i kam thyer, janë qamarokja ime, shumë e bukur, nuk e përtyp dot, koha për ëndrim dhe edhe në fund fare e kam mbyllur me diçka shumë të bukur. Bëhet fjalë për poezinë Mos harro. Ca hapa sorkallet në brirët e saj të ardh, fjala mos harro, dritë hedh në buzët tona hëna inore, natën no, vetëm mo. Vërtet është kënaqësi kur gjendem mes letrarësh, poetësh, shkrimtarësh dhe aq më shumë njerëz që unë dëgjova me vëmendje që thanë fjalë të vërteta, nuk thanë fjalë për të zbukuruar një libër, por thanë fjalët që kanë gjetur, mendimin që kanë gjetur në libër dhe i thanë me fjalët e tyre. Edhe një herë, qofshi mirë, respekt dhe Faleminderit. ju pres Bashkëpunim. në Durrësin, në Bregdetin e Durrësit. Kushdo ka dëshirë, sigurisht unë kam folur edhe me Zotin e Kur'an, kushdo ka dëshirë do të jemi të lumtur të bëjmë promovimin e librave të veprave të tij në Durrës. Faleminderit. Edhe me agimin mund të vish, edhe me Agron Çalliku mund të vish. Derën në lidhja shkrimtarë dhe artistë të Durrës e ka të hapur për çdo që ka letërsi dhe do ta promovoj atë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit mi bujon. Agron Çalliku. Lushi, do i thuash do një gjë këtij miku tënd të vjetër? E njoh. Produttivi. Si që ta shtatë është në të lëfë të marrë frymë. Dhe gjithmonë knaqe, ku jam i dispo. Sepse poezin e ka shumë të shkurë. Panajotit, sepse komunikon me shkimë, komunikon me natyrë, gjete me gjithë ta elemente natyrës dhe ajo që më pëlqen i trajton këta si frymorë, si njerëz, të cilët do të marrin frymë si ne. Dhe kjo është një gjë e bukur, më pëlqen ka individualitetin e vet, i cili nuk fitohet me një libër, me një poezi, po fitohet gradualisht dhe natyrisht ajo që është për t'ia si merit, për t'ia njohur si merit, është se nuk përsërit vetes, por ruan individualitetin. Gjithmonë na sjell diçka të re. Por thash që nuk dua të flas vetëm për Panajoti do t'i uroj suksese, unë duhet të flas pak për këtë shoqërinë tuaj, që mbase Saranda është prekur pak në këto elementet e arkitekturës së saj, e kupton, por nuk ka humbur këtë arkitekturën shpirtërore tek ju. Ju e mbani gjallë, edhe kjo është një gjë shumë e mirë, është shumë e rëndësishme do të thosha. Faleminderit. Se tani me thënë të drejtën edhe shumë nuk lexohet. Po të paktën duke u mbledhur ne konsumojmë një pjesë të kësaj letërsie që bëjnë njerëzit këtu në Sarandë, që nuk e bëjnë keq, e bëjnë shumë mirë, ne kemi ardhur shpesh me Thanasin dhe kemi përjetuar mirë këtë, prandaj vim përsëri, prandaj kthehemi përsëri. Një vërejtje do ta bëja, se nuk Me kënaqësi pres. duhet të afroni shumë të rinj në gjirin tuaj.
ka njerëz që shkruajnë, mos mendoni se nuk ka të rinj që nuk shkruajnë. Po ti pyetësh këta mësuesit, kanë që shkruajnë dhe që duhen motivuar që ta vazhdojnë edhe rrugën e krijimtarisë, po duhen mbajtur edhe afër. Nuk është thjesht. Të gjithë rrugët të hapura i kemi, nuk është as lutje. Do të sish dakord, Lush. Është për t'i gjetur këta njerëz që kanë këtë dhe për t'i afruar. Sepse është e dyanshme gjithçka. E drejtë. Marrëdhënie. Unë ju falenderoj, ashtu si që falenderova mikun tim, edhe kolegun tim të gazetarisë, se kemi punuar edhe në një gazetë. Kemi punuar në Vajkovim aty. Dhe ju uroj dhe të gjithë juve që jeni Lom të goja ora Lush. Shumë faleminderit. Po të thuash vëlla. Ja të gjojmë Eduardin, ju lutem. Si vjetë, bua. Qimi? Ka fakës? Ne, drejtë. Urime Panajoti unë e njoh prej vitesh dhe realisht në këtë udhim politik ju keni thënë shpirtin tuaj. Po edhe Panajoti edhe ke natyra kështu njeri bablok, edhe kështu i pashëm, edhe pikërisht edhe buzëqeshur dhe pikërisht këtë gjë ju e keni materializuar në gjitha poezit e librit tuaj. Jeni një poet cilësor, unë e pash me vëmendje librin tuaj dhe keni një rritje krahasimisht me vëllimet e tjera poetike. Aty është bota juaj, aty është fshati juaj, aty është zona juaj, aty janë qytetarët e asaj zone, aty është Saranda, aty është Shqipëria. E keni trajtuar kaq bukur dhe me kaq koherencë, me kaq në mënyrë njerëzore dhe unë ju komplimentoj në lidhje me këtë gjë. Ana tjetër që duhet të them, duhet të falenderoj këtu kryesinë e klubit Jonianët, Emil Veçan kryetari, i cili në mënyrë perfekte, me fjalë të gjithë do ka dhënë frimarje gjithë poetëve dhe rrallë ka në rrethet tjera një aktivitet kaq të gjerë poetik dhe poet që e vlerësojnë njëri tjetrin, që mburren me arritjet e njëri tjetrit. Kjo është një gjë pozitive që nuk e shikojmë në asnjë vend tjetër. Dhe realisht është një punë e papaguar, është një punë domethënë shoqërore, e cila të merr një kohë të admirueshme. Shumë faleminderit. Është për kushtim. Kështu të vazhdoni. Zoti kryetar, edhe Të vazhdojmë se jemi bashkë. Mirë, ajo, violinë e parë jeni ju, ne të jeni pastaj jemi, dikush bën atë sarmonikën, dikush devin, dikush dajren, po. Faleminderit shumë. Urime Panajot, t'ju shohim kështu fizikisht një herë To përshki. edhe suksese në të gjithë poetëve që janë Shumë faleminderit, në suksese krijimtarinë e tyre. Një sukses edhe për mikun tonë në kryetarin ish në kryetarin e bashkisë dhe në prefektin e prefekturës. Shumë faleminderit. Urime të gjithëve. Sofo, po tani e ke gazetar tënd këtë tani, me korrespondencë po tëndi është. Jo. Foli dhe Sofo a dy fjalë. Mos do t'i mbetet hajtë do thotë. Ti të kërkon shpirti jot për të folur. Patjetër. Shiko, Panajot Boli i ka bërë atë grafin në vendit të tia atje gjithë zonës, duke qenë nga syri 4 dhe zhndjetur deri në malin e Koqino Litharit larg. Kështu sa i vendi Koqino Litharit diku atje mbi Livin, nëse s'ka bërë. Pemët, fletat, shkëmbi, të gjithë i ka bërë frymor, të gjithë i ka bërë të flasin
me figurën e tia poetike të latuar aq bukur dhe të përcjell tek lexuesi në mënyrë shumë artistike, shumë të kuptueshme. Unë nuk dua të flas më gjatë, suksese Panajot, suksese zoti kryetar që na mbledh. Të lëm goja. Suksese të gjithëve, faqe bardh të gjithë dhe me produkte të reja në takimet e tjera. Presim librin tënd tani, Patjetër, e te prove shumë. Edhe unë. Dilero, mos dëshiron të thuash gjë? Jam pasionant i letërsisë, e labon Evidentisht do të va një libër mjekësor, edhe duke lexuar, duke ecur përpara, hapa demokrat të dërova në Qipë. Edhe hyra në krijimtari. Mua më pëlqen Panajoti se nuk jemi njohur bon, kemi dhe të bëjmë, po më pëlqen se jeton në natyrë dhe natyra të frymëzon gjithë kohën. Jo vetëm merr frymëzim, po reflekton dhe të tjerët që ta dashurojnë jetën. Poezia është shumë e vështirë. Edhe thotë Petro Marko, në krijimtari thotë nuk merr leje nga askush, vetëm nga ndërgjegja jote. Kur ke një pasion, me dëshirën e mirë të punosh, mos dëgjo të tjerët, se më kanë thënë dhe mua, qa bërë me ato libra, ti vetëm prish lek. Është kënaqësi kur dhuron lek për shoqërinë, për jetën shoqërore, aq më tepër që poezia është një çlodhje kur e lexon. Vërtet, romani jep shumë, ka shumë domethënie, por edhe letërsia me 4 vargje brenda 6 strofave për shembull, të jep një emocion dhe mëson diçka. Edhe Panajoti e ka realizuar, jo vetëm që ka gjitha ato botime, por reflekton në jetën shoqërore dhe kjo është një gjë që edhe ne simpatizojmë. Bravo, Bile. Fredo, në kiqës nuk ja plafë. Unë ngrita në këmbë për të thënë 2 fjalë kështu para se t'ja për kiqës. Në vitin 1978, vajta në Velahov për të bërë planin rregullus, për të bërë planin rregullus të Velahovës. Në vrinën time, prej Velahove kishim inxhinier Pavlo Gjatin. Vetë sa vajtëm, më bëri përshtypjet jashtëzakonshme, një ullim madh, i jashtëzakonisht. Unë jam nga vendi ullimve, po ullik kaq të madh, rron akoma i pano atje në mes të fshatit. Dhe vetë emri Velahov gjithnjë më kishte intriguar. Vela që jep hov anijes më duke gjithnjë. Dhe vajta në Velahov dhe me tërmën, unë ndjeva atje si një mbizotërus mbi atë fushën e Burgut, dhe si kur merr me tërë vend një hov. Aty është një vend i çuditshëm, në çdo vend që gërmohet për të bërë një shtëpi të re, dilte gjithnjë një gjurmë e vjetër. Gjë që tregon në Velahov, sa herë ndërtohet dilte shtëpi e vjetër. Themelet e një shtëpie të vjetër, gjë që tregon atë që ajo ka qenë një rrugë kalimi që kaloje në Velahov dhe veje në Delvin dhe kaloje tutje për Janin. Tashi, Panajoti është krenaria e fshatit Velahov dhe jo vetëm e Velahovës, është tërë rrethit të Saramës edhe më gjërë. Dhe krenar duhet jetë edhe Kiçua për këtë si që është dhe ky për Kiçën. Urdhro, i dashur mik. Fakt, unë në radhë parë duhet ju falenderoj për ftesën, të falenderoj e Kuranin dhe njëkohësisht edhe mikun tim Panajot Bolin, që në radhë parë jemi nga e njëjta krahin, kemi mësuar në të njëjtën shkollë, në kanë arsimuar të njëjtët mësues, të cilët kanë qenë dhe pjesa më e madhe e tyre janë akoma
njerëz të cilët kanë nxjerrë breza të tërë, njerëzish të ditur. Unë nuk do mund të analizoj do të librin apo librat, sepse nuk jam i kësaj fushe, kuptohet, por dua të ndalem pak, bie dakord me ato që theksoi Lushi dhe të shtoj edhe më tepër, duke thënë se të shkruash një libër dhe kjo është një falënderim për gjithë juve që jeni pjesë e këtij klubi Jonianët, do shumë punë, do shumë mund, edhe kuptohet që në kohët që jetojmë nuk është diçka që paguhet. Në fakt duhet ta trajtojmë ndryshe leximin ose prezencën e një libri. Duhet ta shikojmë si ushqim bio të mendjes dhe të shpirtit të njeriu. Unë nuk besoj që telefoni celular mund të zëvendësoj leximin e një libri, në asnjë mënyrë. Dhe dua të prap të falenderoj Lushin për atë vërejtjen që tha që kjo shoqata juaj, klubi që është një vlerë e shtuar për qytetin e Sarandës edhe për gjithë zonën tonë, të ketë mundësi të zgjerohet, sepse kuptohet që brezi, ky brezi i cili është i përkushtuar edhe i mësuar ndryshe në mënyrën e jetesës edhe të punës në komunitet, duhet të ketë vazhdimësi. Edhe që të ketë vazhdimësi, ne duhet të frymëzojmë, të shtyjmë, të ftojmë edhe brezat e rinj të bëhen pjesë të kësaj pune të bukur dhe të shkëlqyer që ju bëni. Kuptohet nga ana, përderisa përtej se jam mik i Panajotit edhe i juaj, duke qenë edhe pjesë e pushtetit qendror dhe lokal, kuptohet që ne në çdo rast do jemi të hapur për të diskutuar, për të bashkëpunuar edhe për të ndihmuar që aktivitetet të tilla të bëhen sa më të shpeshta dhe dinjitoze. Edhe do thosha edhe në ambiente të cilat janë dinjitoze për të prezantuar krijimtarinë tuaj shumë të bukur dhe të veçantë për zonën tonë. Ju falenderoj dhe ju uroj sukses. Faleminderit. Para se sa Panajoti të dhoj kapakun, unë Panajot do të them dhe 2 fjalë. Panajot, ju jeni një poet i vërtet, një zë nga zërat më të veçantë të poetëve bilinguist, shqiptaro-grek, që ke ditur ta shndrosh mallin në art, kujtesën në poezi, dashurin për vendlindje në testament shpirtëror, bashkëjetesën mes njerëzve e popujve, testament për njerëzit dhe brezat që vinë. Të uroj shëndet, të uroj krijimtari të mbar dhe fjala është për ty, miku im. Atëre, ju falenderoj njerë që jeni pjesë e këtij evenimenti dhe krahas emocioneve të cilat i kam shprehur edhe në poezi, i shpreh tani në para jush.
Doja një falënderim të veçantë për 2.000 e mi të ardhur nga largje nuk më janë ndarë, edhe unë nuk jam ndarë atyre, por dhe ata nuk më ndahen. Miku tim të vjerë të Nasdinos, Lushit që i pa përtuar i që kur ishim kolegë gazetar. Fjalët janë të tepërta të them, falënderimet të përzemërta me gjithë shpirt për ju të gjithë, për krijuesit, kolegët e mi të kënë suksese, dhe në këtë rast është mirë që mlidhemi, shkëmbejmë mendime, dhe kjo është ajo që na mbledh më tepër se sa prezantimi një libri siç ishte libri im ose i librit të kolegëve të mi. Pra, ne mlidhemi më shumë që t'i japim asaj që tha dhe Kristaqi, me prefekti, t'i japim gjallëri, të mundohemi të nxisim për lexime, të mundohemi të japim gjallëri të vendi pak a shumë të braktisur, dhe ky është qëllimi. Unë në këtë rast ju uroj të gjithëve paçi, shëndet dhe gëzime në familjet tuaja, krijimtarin të pasur dhe të begat. Ju falenderoj edhe njerë me shumë dashuri dhe shpirt. Urime Panajot. Edhe me këtë rast, u them, një gotë ta shkëmbejmë bashkë, të pim një gotë, qoftë verë dhe raki kush është i saj, dhe kamarierjet e na sipas gustos. Falënderimi i fundit shkon për Saranda Web, që nuk na është ndarë në mënyrën më vullnetare, ka transmetuar live të gjitha veprimtaritë tona dhe përshëndes të gjitha ata që shikojnë dhe dëgjojnë, ndjekin Saranda Web tash. Shumë faleminderit Saranda Web, Limozit dhe djalit të tij, i cili po e zvendëson shumë denjësisht. Urime. Gone.